erdhësh me cimet pas këtu. Faleminderit. Kemi takuar edhe hera të tjera në studion 410, gjithsesi sot do t'i japim hapësirë shfaqjes më të re, e cila ka tashmë një kohë që është duke u përgatitur, e sidomos këta 2 muaj të fundit që është duke përgatitur intensivisht. Po, krahas punës që kemi bërë dhe që kemi pas krahas me prezantua edhe këtu, ka kohë që mbi 6-7 muaj që ka fillu si ide dhe ndërtim të konceptit, pastaj në diskutim me profesionistë fushës, me regjisor, me aktor, edhe njerëz tjerë të artit skenik, dhe ka fillu dhe ka marrë formë, ku si që ceke këto 2 muaj të fundit janë prova intenzive dhe është drejt finalizimit. Do të kthejmë pak mbrapa në kohë për të kuptuar ndoshta se si ka ardhur si ide, apo thjesht si është përkufizu Xhama në atë kohën e fillimit, ato momentet kur vetë se ka nisë gjithçka. Po ka kohë që të e pas parasysh që të kalunë në tem që vim për një fushës të folklorit, edhe gjithmonë tendenca ime për me folklorin dhe dansin bashkohor me bo një shkrire, kisha me thonë, është Xhama është një ato që gjithmonë e kam pas në një ide që të doja me hedhë në skenë. Të këtë artistat zakonisht nuk ka një moment në shtatë saktun të inspirimit, ose nuk e di, kanë ndodhë ku ka fillu me më formësu, nështë e kam po që në mundësit më të mira tani, edhe ka të 7 muaj që kam fillu me ndërtu edhe ajo shkrimi i idejës, formulimi i konceptit, se si do dojë mu dok. Pastaj që thash dhe në diskutim edhe me teatrin e qytetit, me drejtorin Bërim Mustafa, ka qenë ai që më ka shty tutje, ka thonë që do të ishte mirë me kriju, me mundu me sjellë në skenë. Kjo ka qenë pra ideja fillestare që nështë është momenti i duhur tani me e bo. Me e bo. Qa do thot Xhama? Po Xhama është një ritual shumë i hershëm, që bëhet nderim ndaj të vdekurit, nuk është vetëm shqiptare, me sa kam lexu është ritual shumë i hershëm, ka edhe popull të ndryshëm. Populli shqiptar është kisha me thonë ndër popujt e vetëm që e ka rujt shumë deri kohët e tashme. Realisht Xhama nuk bëhet, edhe në këto vitet e fundit nuk ki shumë pak njerëz që e bojnë ndoshta. Xhama në ato më shumë lidhe me dokumentar ndryshëm se si ritual po thuj se ka vdek. Krahas vajtimit që ka dhe në zonat Shqipërisë, në zonat Kosovës, Malit Zi, gjithandej shqiptarëve që vazhdojnë edhe e praktikojnë. Xhama nuk praktikohet shumë. Kjo kanë qenë edhe ideja që me sjell në formë artistike, si kujtes, si tradit, që nuk do doj me humbë. Pastaj Xhama, si vetë si ritual, t'jep mundësi, të paktën mua, më ka ngacmu, që t'jep mundësi me kriju edhe atë ndjeshmërinë, atë dhimbjen, atë gjendjen, me sjell përmes një forme caktune që kam zgjedhune përmes vallëzimit dans teatër që thirrët si formë, si gjini. Ke rastis ta shohësh ritualin në ndonjë moment caktuar? Po, gjatë fillim kur kom fillu me formësu si koncept, kom volumtu, kam pa edhe në Malsi, Rostella, e pastaj në komunikim me profesionistë fushës në Institutit Albanologjik, kam kërku edhe dokumentacione, botime të ndryshme, pastaj edhe dokumentarët që i kam pa dhe i kam konsultu, kom arrit me nxjerrë një material gjatë mirë, cila më ka shërbim mu si përmbajtje dhe si shtyllë se çka po du me tregu dhe cilat janë pikat që do t'i përmbajmë. Dhe gjatë shletimit kam pa që ka rashtë shumë që nuk ndëgjohet, se nuk ta ka rashtë me pa në dokumentar, ndryshme pa dhe live, ku është realizuar në disa stata caktune, se Xhama ka format ndryshme, po ka Xhama individuale, ka grupore, e shregull të regull, pastaj ka Xhama që e mbo edhe për fëmijë, që është rast shumë i rrallë, e që në shfaqje e kom trajtu pikërisht Xhamën ndaj një vdekjes të fëmijët. Pse? Pikërisht ndaj një vdekje të fëmijët, edhe pse ke zgjedhur ndoshta këtë pjesë
xhamën më saktësisht për ta risjellë në mënyrë artistike, tu e marrë parasysh që ka emocionet forta, ka ndjeshmëri, ka edhe dhimbje mbi gjitha. Po, çdo në punë që kam zgjedhur tu punu dhe tu hulumtu te folklori, kam pas dëshirë mi sjell në skenë ato që janë më pak njohura në publik. Domethënë kjo është ndoshta po thjesht shumica artistave, mundohemi me gjetë diçka të veçantë për me sjell, edhe kjo ka qenë e para që më ka shtyp ndaj me pru xhamën që bëhet ndaj fëmijës, vdekjes fëmijës, edhe e dyta unë mendoj që është, ose të paktën unë e kam ndjesë, është shumë më e fortë se dhimbje. Edhe kam menduar që Ka nënkupton më e fortë se dhimbja? Më e fortë se dhimbje se ndoshta nëse mendojmë edhe si qenie njerëzore, ndoshta një vdekja një fëmijës është si dhimbje shumë më e madhe, është më goditse. Edhe kjo më ka dhënë edhe mundësi pastaj në trajtim dramaturgjik me tregu ciklin. Domethënë gjithë shfaqja e tregon çfarë ciklin, sikur një fëmijë që lind edhe një cikël deri në vdekje, pavarësisht moshës që vdes njeriu, edhe pastaj që prapë fillon me një lindje tjetër. Është një rikthim edhe trajtohet si një cikël që e përshkruan jetën e njerëzimit. Këto janë konë ato që më kanë nxit më shumë për me zgjedh pikërisht xhamën. Dhe përmendëm që këta 2 muajt e fundit veç se ka pas prova intenzive, sa gati jeni tani, jemi në prag, po themi edhe 3-4 ditë s'kan mbet më shumë. Po, këtë rast më është dashur me punu me aktorët që i falenderoj, aktorët profesional që unë është për të parë na bashkangjitën në Prifest në kuptimin e një shfaqjes koreografike, Alban Krasniqi dhe ato që janë super aktor, kisha me thonë, shumë profesionist. Dhe njëkohësisht më është dashur me punu edhe me grupin e vallëzimit, veç me aktorët edhe. Pastaj, me kalimin e kohës, kemi bo provat të përbashkëta, që është dashur patjetër mu shkri si trupe e vetë. Me funksionu edhe kjo ka 2 muaj që tash jemi të punu intensivisht. Krahas kësaj, kemi punu edhe jemi në përfundim edhe të skenografisë, të kostumeve, edhe gjitha elemente përbërëse ndryqimit scenik. është një kompleksitet i gjana që vazhdojnë edhe përpunohen edhe deri në ditën kur na vendosim me shfaq, ai produkti final që del. Edhe pastaj edhe me konsultim me asistentin me konsulentin e regjisë Mahir Musliun, që dhe falenderoj, që dhe më ka ndihmu që këtë koncept me sistemu dhe me formësu. është punë shumë intenzive që është bo, dhe po shpresojmë që ka me pas një finalizim të mirë. Patjetër që po, edhe i përmende aktorët, por njëkohësisht edhe valltarët, të cilët një farë forme është dashur ta komplementojnë njëri tjetrin. Çfarë sfida është ke hasur pikërisht duke u marrë me të dy palët, me qenë se the që është dashur njëherë të kujdesësh veçmas për aktorët dhe veçmas për trupën e valltarëve? Për mua është sfidë dhe është rasti i parë që më ka rënë me punu në këtë formë, me 2 trupa njëkohësisht. Pavarësisht këto 2 vitet e fundit më ka rënë me punu disa shfaqje me regjisor shumë të mirë në teatrin Bekim Femiu, edhe me njoft nga afër aktorët, edhe kam bo përzgjedhjen e tyre dhe jam sa falenderues shumë që kam pranuar me na u bashkangjit. Ka qenë një sfidë në vete sepse dëshira e koreografit, në këtë rast dëshira ime ka qenë që aktorët me i prunu te valltarët, dhe ndërsa valltarët me i qu tek aktrimi, me bo një linjë që ata të jenë interpretues, ta kenë vetëm emrin interpretues, mos jenë dam aktor ose valltar. Për mua ka qenë shumë sfidë, po që edhe për grupin, pavarësisht që ka qenë sfidë, ka qenë shumë me interes. Diçka më ndryshe. Diçka më ndryshe, është një formë e re, edhe kjo na ka kriju një energji pozitive, edhe po shpresoj që ja ku marrë qëllimit me bo një balancim, të 2 trupave. Shfaqja ka edhe tekst mbi gjitha. Përveç vallëzimit që konsiderohet një shfaqje e dansit bashkëkohor, përmende pak më herët, por gjithsesi edhe tekst. Nuk është se jemi mësuar të shohim më herët. Po, për të parë në këtë shfaqje kam vendosur me fut edhe monologje, krahas këtu kam ndihmuar edhe aktorët, janë
janë vetë profesionistë dhe janë krijues, kisha me thonë, nuk ka shumë numër, nuk po du me zhvillu gjithë shfaqjen, por është në disa raste caktune ose gjatë shfaqjes ku unë kam menduar që do duhej me ardhur përmes zonit. Pavarësisht që ai zonë shoqërohet me lëvizje, shoqërohet edhe me muzikë, si gjendje që e përcjell, po do duhej edhe thjesht tekstualisht, me fjalë për fjalë, me thonë ato çka kemi menduar. Po mendoj që gjatë ulëmtimit tekstit, të folklori shqiptar, që është e posi edhe të pjesë të gjershfistës, të burnia, jemi mundu me përzgjedh në 3 monologje, cilat mendojmë që do të godasin, edhe njëkohësisht janë si pjesë që shkrijen krahas lëvizjes, krahas muzikës, krahas ritmit, krahas asaj ndjesie që e përçon shfaqja. Duhet me faculeta me veti, për si që duket... Jo. Jo, mendoj që është dramatike, është, po të thoshe, e tëra dramatike, por imi mundu me posë ndoshta edhe thymje brenda, krahas lëvizjes, krahas emocionit, me treguar ciklin që edhe qysh nga hopja e historisë, vajtimi në varre, pastaj dashuria e maleve, edhe deri tek vdekja. Po mendoj që shfaqja e ka një farë balanci ku dramatika vjen në forma ndryshme, vjen më botë edhe normalisht ka edhe ngritjet e saj ku vjen ma fuqishëm. Që bëhet më intenzive. A ka pas mbështetje shfaqja edhe e përmende pak më herët që do të shfaqet në Teatrin e Prizrenit? Po, ky projekt është përkrahur për Ministrisë Kulturës, që dhe falenderojmë, edhe po mendoj për artistat nuk është kur mjaftueshëm, po megjithatë ka gjetë një përkrahje dhe unë jam i kënaqur që Ministria e Kulturës në këtë rast na ka dhënë mundësi. Gjithsesi shfaqja do të vazhdoj vitin e ardhshëm, edhe synimi është me prunë dhe në qytete tjera, si dhe me dhënë mundësi me dalë jashtë Kosovës. Kjo është paktën synimi im, se është bërë një punë shumë intenzive, është një teme shumë e veçantë, një formë trajtimit artistik shumë e veçantë. Mendoj që do duhej me pas jetë gjatësi ma gjatë sa vetëm një projekt një vjeçar. Dhe sfidat të cilat keni hasur në krijimin e koreografisë, duke marrë parasysh që e përmende disa herë edhe inkorporimin e folklorit në mes? Po, kjo është sfidë në veti për interpretues zakonisht, se do dojë me bo një shpesher të vy një prerje me bo, nëse ki një trup edhe që zakonisht kanë një të kalunar prej vallëzimit folklorik, kod me teknika ndryshme dansit kur ti e kërkan emocionin në format ndryshëm, atëherë të hasë vështirësi. Po fatmirësisht ka disa vite që punoj me të njëjtë valltar dhe gradualisht kemi arrit me njoftë njëri tjetrin më shumë se çka kërkoj te kjo fushë e caktuar. Ka qenë sfidë, vazhdon me qenë sfidë, përndryshe valltar të dansit bashkëkohor, në Kosovë shumë probleme me gjetë. Gjithë ata që janë të diplomuar ose që kryjnë shkollën e baletit, ose janë në baletin kombëtar, ose janë jashtë shtetit, në Kosovë është shumë vështirë me gjetë, unë jam dije me fat që i kam ata, është shumë vështirë me siguru valltar, me pas performues. Dhe dëshiren për të performuar në këtë lloj shfaqje. Gjithsesi, a ka shikueshmëri mjaftueshëm shfaqje të tilla? Duke marrë parasysh që përmendet që vetëm edhe valltarët mungojnë le më tani pjesa tjetër e shikuesve. Po, në Prizren është viti 4 ku të paktën një shfaqje në vit ne e arrim me realizu dhe ka publik interesant. Është ajo publika që mu të paktën si gzim dhe neve si grup, si pre-fest, na ka përcjell prej fillimit, edhe rrugtimin ton gradual, evoluimin ton, timin personal, publika ka fillu dhe na ka ndjek. Unë jam shumë falenderues. Dhe çdo kur kemi premiera, nuk është problemi i shikuesve, do ka shumë të interesuar që dojnë me pa art ndryshe, dojnë me pa format të artit ndryshme. Mendoj që ka publik nëse vazhdojmë edhe i ofrojmë. Nëse nuk ka prodhimtari, atëherë as nuk është pas as publik, ose publika nëse të largohet njerë pastaj është vështirë më këthy. Kjo ka qenë edhe një sistemi im që me vazhdu çdo vjet, që mos
mos me la pa produkt. Mendoj që ka, po do duhet me punu për vetë artistave. Po, pa tjetër që po. Ne mund të flasim edhe shumë gjatë, por nuk mund të përjetojmë. Dhe për ta përjetu, shfaqjen duhet pa tjetër të jemi prezent. Kështu që tani është koha që ta bëjmë një thirrje ndoshta për gjithë ata që po na shohin dhe kanë mundësi që këtë të shtunë të vinë në Prizren dhe ta ndjekin shfaqjen drejt për së drejti, premierën këtë rast. Apo s'ka bileta atë? Jo, hyrja është falas, shfaqja është realizohet pas që dhamë prej dance me partner teatrin Bekim Femiut, se ne falenderoj për gjitha mundësit teknike që ka ofru dhe bashkëpunimin që kemi pas me do 13 gjitha ata që kanë mundësi me udhëtu për Prizren ose të Prizrenit që jenë aty, kanë mundësi me ardhë me pa shfaqjen duke filluar për orës 8 në teatrin Bekim Femiut. Gjithsesi shfaqja me të fillu në janar ose në shkurt, varsisht prej reportarit të teatrit, do të ketë edhe reprizën e saj, edhe shpresojmë që gjatë fillimit pranverës ta sjellim edhe në Prishtinë. Patjetër, pse jo ndoshta edhe në vende tjera, sepse është një shfaqje e veçantë mbi gjitha, duke marrë parasysh që përmendëm edhe më herët ka një laramani mes trupave të ndryshme, në këtë rast aktorëve, por edhe vallëtarëve. Pritshmëritë tua, Gzim? Po besoj që kemi arrit me bu një punë të mirë, që ka është e veçanta, në më krasë pritshmërive që do të ndjekin një shfaqje që është shumë originale në koncept dhe në trajtim. Kjo është ajo që mund pastaj më bën shumë qetë edhe më konë shumë komod në pritjen e komenteve, kritikave, vlerësimeve, përshtypjeve të shikuesve, e që e mirë pres, sepse është një produkt shumë original. Do duhet kjo me qenë të kretë artistat, besoj, krejëm një produkt original, pastaj tjerat janë mirësarun të si kritikat. Këdi, kam e shpresu që kam ju pëlqy publikës, ajo mbetet me vlerësu me dot 13 kur ta pas. Patjetër që po. Jemi krejt e minutat e fundit, e krejt për fund është koha që të falenderojmë ata të cilët në një farforme drejt për drejt, apo edhe indirekt kanë kontribu në këtë shfaqje. Po, do të i përmend fillimisht teatrin Bekim Femiu me drejtor Borin Mustafan, pastaj aktorët Albanin Hajatin, do t'i përmendi vallëtarët shpejt Abdon, Hysenin, Drilonin, Isakon, Yllin, Vleran, Emsalin edhe Oltën, që kanë bërë një punë shumë të mirë, tonistin Flamur Krasniqi, i cili gjithë këta kanë ndihmu edhe gjatë ndërtimit skenografisë shumë. Kanë bërë edhe gjëra tjera, po. Se ta kanë bërë me vetë dëshirë. Pastaj do ta falenderoj skenografën tonë Dorotina Ukimeri, cila është një profesioniste jashtëzakonshme, është të botë pamundshme që skenografia më na shfaq sa më mirë, është pjesë e stafit edhe Skender Lativi, ndriçuesin shumë i mirë. Këta janë pakaron, ka edhe shumë tjerë, që kanë kontribuar në forma të ndryshme, edhe që do doja me i falenderu përzemërsisht. Me datën 13 në teatrin e Prizrenit Bekim Femiu, po besoj që gjithë ata që patën mundësi të na shohin, por edhe të tjerë të jenë prezent dhe ta shijojnë shfaqjen. Ishte kënaqësi që të pata këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kështu, miqtë e mi dashur, kaq kishim sa i përket edhe këtij edicioni, krejt për fund po i falenderoj ata që